Sot jam te vorri I Bajram Recepit, jaroni tem, I cili ka qenë kryeministri I parë I Kosovës, dhe ky ka prinj për më bon shtet Kosova. Njerit ka qenë dora e djathtë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, mjek, përpara doktor shumë I mrekullueshëm, doktor dhe që ka mjeku ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe civil, dhe të gjithë Mitrovica kanë përshtypjet mira ka kun vetë për tonë. E unë e kum pas jaran, rahmet shpirt I post, unë e jaronat edhe kur ndroj një jetë, nuk I harrej, sepse kë ka liftu për atë dhëvën për popullin e vetë. E rahmet shpirt I post, këti dhe gjithë ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Njëherët ka qenë edhe dora e djathtë e Hashim Thaqit, ish luftarit të UÇK-s, edhe drejtori I ushtrisë shqiptare të Kosovës që padrejtisht po dërgjet në gjykatën e Hagës me gënjeshtra me akuza falsifikuese. Zotin xhenet inshallah shpirtin Bajram Recepit këtë mëshiron, ndërsa Hashimit lerim sa më shpejt me shokët e vet. Në të njëjtën ditë, këtu jam edhe te vorri Axhës Haxhi Bajram Çerkinit, I cili ka qenë kryetari I shoqatës për të pagjeturit e luftës gjatë luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës 98-99. Edhe djali I këtij ka humbë, po kjo më shumë mërditje për gjithë që nuk po gjinin s'pi tregon Serbia ku I ka lënë. Edhe kë gjatë këtij viti më kanë vorrin ti, sikur Bajram Recepit kur ka rrugë jetë, edhe në vorrimin e Axhës Bajram Çerkini kam qenë. Ky ka qenë edhe në udhën tem me ish luftarin e ushtrisë shqiptare të Kosovës Mulla Fatmir Latifin, dhe ma ka hieshu udhën ky Mulla Fatmir me shoqnin që kanë ardhur në vizitë e une. Allah I pashu shiru me xhenet dhe shpirtin e Axhës Haxhi Bajram Çerkinit, edhe gjithë tyre në muslimanë.